Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin për sytë e bukur e Tiranën, po e mbështesin qeverinë e tij për arritjet e saj, për luftën që realisht ka bërë edhe kundër krimit edhe korrupsionit, sepse reformën drejtësi ne dim që ishi pikrisht kjo qeveri që e inicoi, që e kërkoi ndihmë, kërkoi ekspertizë botërore e tjera me radhë, dhe që ishte e bindur që do goditësh në rast parë vetë ajo, do godiste vetveten dhe i mori parasysh të gjitha, por e bëri faktikisht edhe është e prirur që ta çojë deri në fund këtë. Kështu që përjedhoi, unë e shikoj si pozitivitet edhe atë deklaratën e senatores amerikane për ambasadorin do vesh në Shqipëri, tha, të dy jeni të gjatë, me Ramën, tha, shikoje në dritë syrit, që të shikoj dhe ai ashtu siç duhet. Kështu që jemi të bindur që do ta ketë mbështetjen përsëri, derisa të jetë në rrugën e ligjit, e reformave edhe e përparimit të Shqipërisë.